E nisim edhe uroj të ketë nisur mbart, ketë nisur mirë për të gjithë. Ja ku jemi në transmetim direkt në televizionin Klan për t'ju sjellë një takim shumë të këndshëm. Mendoj kështu sepse edhe recetat janë shumë të mira që ka zgjedhur zonja Vjollca për ditën e sotme, shumë të shijshme dhe të thjeshta për të përgatitur, po gjithashtu edhe tema që do të diskutojmë me të ftuarit tan. Është një temë aktualitet që ka të bëjë me arsimin, me rininë, me vazhdimsinë e shoqërisë dhe janë të ftuar shumë interesant ata të cilët do të bashkohen për të dhënë mendimin e tyre, për të bërë një lloj analize në diskutimin e sotëm. Le ta shohim pak bashkë përmbajtjen. Nisim së pari me recetat e zonjës Vjollca. Receta e parë do të jetë pite me patlıcan për papeta. Receta e dytë do të jetë një supë me kos dhe nenegjik. Instat, vajzat shqiptare më të arsimuara se djemt. Pra, siç e kuptoni, do të ndalemi sot tek arsimi në Shqipëri, rëndësia dhe vlerat e tij. Ka një dallim me sa duket të ndjeshëm mes vajzave dhe djemve të arsimuar, ata që përfundojnë shkollën e lartë. Vajzat janë në numër më të lartë, ndërsa djemt në numër më të ulët. Sigurisht do të ndalemi edhe tek këto statistika gjatë diskutimit me të ftuarit, por padyshim edhe e shpjeguar mirë nga pedagog, nga ekspert arsimi, të cilët janë prezent pas një ore këtu në studio, të na tregojnë ata më qartë kam përshtypjen se sa thjesht shifra dhe statistika që ne i lexojmë, duke i parë nga afër si është gjendja e arsimit, si është numri i vajzave në raport me djemt, përse djemt janë më pak të arsimuar, çfarë po ndodh, kanë emigruar dhe kjo është arsyeja pse ka një numër në rënje, a janë vajzat më të nxitura që nga shtëpia dhe djemt më pak për të mësuar, e shumë pyetje të tjera. Ju ftoj të qëndroni me ne. Tani shkojmë një herë tek zonja Vjollca, ajo është gati të na sjell recetat, nxitoj për tek ajo. Kështu gjërat vogla. Do bëjmë sot një pite me patlıcan papeta. Nga ato me emergjencë që vinë zonjat, pikanja 500 gram e zem 3 patlıcan në frigorifer, një tiprerën kubik, temperaturën 200 gradë, me letër pjekje patjetër, që na ndihmon edhe që të heqim nga tavë, dhe vetëm i pjekim për 15 minuta, me pak krip dhe vaj. Këtu ose një qep mesatare ose një gjysmë qepet madhe. Një spec për shije, kjo është alternativ, një domate madhe të grirë në rende, 3 thelpi hudra, 200-250 gram djathë, sa më shumë djathë të hidhni aq më mirë është, po me që ne kemi lufrën në frigorifer plot, herë ne po marim 250 gram, jo 200. Dhe do kursejmë dorën ke kripa. Këto janë për të bërë pjesën e mbushjes. Pastaj, për të bërë brumin, na duhen 3 kokra vezë, një gotë qumësh, një gotë kos, 200 gram plus një lugë, e shohim me sy se varet nga madhësia e vezëve, konsistenca e brumit, do të jetë një brum pak më i trashë se brumi i krepave. Në rregull. Do të thënë që të derdhet, po jo i hollë sa krepet. Shumë pak brum do bëjmë, por që të na japi shijen e pites. Patjetër vaj ullirit, kemi vaj ulliri dhe kur kemi spërkatur, edhe në tigan, edhe në brum brënda, dhe krip dhe një pako plur pjekës. Këto janë të gjithë përbërësit, ndërsa për mbushjen këtu kemi edhe një qik piper të zi. Më thoni ju cilat nga këto ne nuk kemi në frigorifer? Po, e vërtet, të gjithë e një ushqimet e ka rasti që unë marë patlıcan të shpitime për të bërë të mbushura, nuk e kam ato të rëzin të bëjt mbushura, mbeten ato në frigorifer, sigurisht, unë ose i bëj diçka tjetër, po. Një pjesë e bëj forgejs dhe tjetërën e bëj kështu si punë e sotshme. Dhe kur të më vi humori, pasaj bëj patlıcan, se kam qik punë ato patlıcanat e mbushur. Disa enë për të fillojmë nga puna. Ja. Filloj unë me mbushje, që sa bëhet mbushja, unë pasaj bëj brumin. Dhe në këtë harë kohor ne mbarojmë të gjithë, na duhet vetëm koha për ta pjekur.
pjekja është temperaturën 190-200 gradë për 35 minuta nëse është në 190 dhe për 30 minuta nëse është 200 gradë. Varet si pjek ajo fura juaj. Tani këtu do të hedh për mbushjen vetëm 3 lugë vaj. 1, 2, pa, ikën 2 për i herë. Pa. E kur sena ma tani me kujdes që të më tha 3. Nuk lëviz. Kur më vinë kalamajt në shtëpi që vjen dhe gocaj, ama si se kurse një qik dorën. Dhe mos silli vaju, sa të burë. Mos silli vaju në kurse i dorën. Ju vini hapni dorë, mami, ke vaj, ke kështu? Do jeri the mund qunit, qërë do në frigorifer? Se i di unë që të orientoj, se janë kutia. Jo, të shofë, thot, qatë mungon ty. Që ta plotësoj, po normal, janë fëmijët e mamës ata. Dhe me vajnë pema, pikërisht me atë do ta nisim mbushjen, me këtë produkt që është i shëndetshëm nga jugu i Shqipërisë, një produkt shqiptar. Veç për këtë, ja vlen që të ndalemi në përdorimin e tyre. Dhe si që shikoni ju, nuk e lë fare që të digjet vaje, të ngrohet, tak, direkt me qepën. Se duke patur lagështirë brënda, i nuk digjet asnjëherë. E kalojmë qik qepën, kështu nga pas ka shpëtuar një, apo jo, është bërë, jo, është prerë, mos akuzo kot, se na mbyt gjeni pastaj. Jo, po s'ka, sa rrim do të themi gjë për këto enët. Jo, nuk themi, unë kam thënë, këto janë enë për të lënë në testament. Ja. Shumë. Mund të hajdem edhe këtë specin këtu, s'ka problem, që t'i heqim këto tasat. Dhe japim qikonja 3-4 minuta derisa të gatuhen si që duhet. Kalojme dhe hudrën një qik. Shumë mirë. Ja, po marrë një nga këto të voglat. Në tigan janë hedhur përbërësit e parë për mbushjen, si që thamë, pra vaj ullirit pema, olive oil, nga jugu i Shqipërisë, nga Saranda, Nivica. Këto janë zonat ku ndodhen ullishtet shekullore dhe pa dyshim që përdore teknologjia e fundit, si që ju kam thënë, ajo e 2024, sepse është një produkt edhe i ri në treg, përveç se ajo kërkesa shumë e lartë që ka vetë pema olive oil për të sjellë produkt sa më të mirë me teknologjinë italiane në këtë rast, duke qenë se është ajo që është zgjedhur dhe cilësia është shumë herë më e garantuar, duke thënë dhe vetëm kaq. Tani, shohim pak përbërësit së bashku. Lista e përbërësve që do na duhet të bëjmë gati për recetën pite me patullxhan por pa peta, është kjo. Për brumin së pari, kemi 3 vezë, një gotë qumësht, 200 ml, një gotë kos, 4 lugë gjelle vaj ulliri, 200 gram miell për çdo përdorim, një lugë çaj krip, një pak o pluhur pjekës, vazhdoj me kaçkavall të grirë. Mbushja. Kaçkavalli grirë aty është alternativ. Po të doni e hedhni, kemi në kaçkavall nga të lufrës, të grirë, e gjenë tja të pakon dhe ja hedhim. E marim dhe e grim pak. Vazhdoj me mbushje. Jo, e kemi të grirë gatë. A, janë nga do të gatshmet. 600 gram patullxhan, vaj ulliri, një qep mesatare, një specie shilë si pas dëshirës tuaj për të ashtuar, 3 thelpinj hudhra, krip, piper të zi, një domate në rende dhe 200 gram djath. Kam përshtypjen po, kemi përfunduar me të gjithë përbërësit e recetës. Kështu do ta realizojmë dhe siç tha edhe zonja Vjolca dhe unë po e nënvizoj pak. Asgjë nuk është e vështirë për aq kohë sa janë produkte që i ka shtëpia apo marketi, pazari aty afër. Janë të gjitha të lehta për të patur, për të bler pa shumë kosto në fund të ditës. Për të shtruar një drekë të shijshme, edhe ndryshe, që është e vërteta. Ja, unë mezi pres ta shoh si do realizoj zonja Vjolca sepse vërtet patullxhanët janë produkte që ne i marrim, perime që i marrim për ndonjë turli, për shembull unë zakonisht aty shkoj me patullxhanët e turlit. Po ja që mund ta gjejmë në mënyrë këtu, se na ke veshur këto rrobat e reja. Atëherë kemi hudhrën për të hedhur aty dhe domaten. Pastaj në fund 1-2-3 minutë, maksimumi 5 minuta në temperaturë të ulët, i bashkojmë shijet të gjitha së bashku me erëzat dhe gjithçka përfundon këtu. Tani do marr
3 kokra vezë. O Vital. E pas ka dalë kjo e verda me një sham. Hajt. Ty. Edhe një tjetër vezë O Vital të freskëta të mira, të cilat janë gjithmonë kështu, edhe këtu në programin ton, çdo ditë furnizimi nga O Vital është i jashtëzakonshëm në përkushtimin, le të themi, dhe të qenit kështu të vëmendshëm që edhe ne të mos na mungoj asgjë, mbi të gjitha edhe përfituesit e dhuratave të përjavshme. Kështu njësoj, ky përkushtim vjen edhe për konsumatorët me produktin që ndodhet në markete kudo në Shqipëri. Shumë bukur. Tani këto të hedhim qikri. Dhe do të krahem me telin e Katerinës. Teli Katerinës. Ja, i është i imi. Katerina, da marrësh një gotë, të lutem? Pa tjetër, nga ato të mesme, të? Një sy këtu, keqepa, një sy, tek, e ulim këto të qëmë ke shtata, shumë bukur. Tani hedhim këtu, unë po hedh vaj njërë. Një, 2, i përzjej. Vazhdoj me qumshtin. Me qumshtin lufra. Qumë është i freskët, i bërë me shumë kujdes, i trajtuar me kujdes, qumë është i pasterizuar lope, ky që ne do të përdorim, nga lufra. Po njësoj edhe kosi lufra, pa dyshim. Edhe një gotë kos. Edhe kosin lufra. Si është i plot, merret me lufra. Po pra, shu duhet. Pastaj ata që duan ndryshe më të lëngshëm, patjetër që e kanë dhe atë variant në paketimet e lufra, dhalla e thjesht, dhalla me kastravec, kefiri, të gjitha janë nga lufra për një shëndet shumë të mirë tuajnë. Kjo është veçantia e produkteve të kësaj natyre, pra të qumshtit, të kosit, të djathit, janë shumë të mira për shëndetin, duhen konsumuar rregullisht. 200 gram miell për çdo përdorim, edhe shohim konsistencën. Mund të jetë edhe plus një lugë gjelle shumë mirë, Katerina. Ja. Ti je shumë e vëmendshme, faleminderit. Lutem. Hedhim edhe hudrat. Tani po e shtoj dhe pak. Po. Tërë aromat mira, se hudra speci kanë dhënë aromë shumë të mirë tani. Shumë bukur. E lëm për 1 minutë mjafton dhe hedhim këtë lëngun e domates këtu. Sa të marri val domatja, do kapim me letrat në pjesën anësore që na ndihmon shumë, dhe do të hedhim këtu dhe patlıgjanët që të gatuar. Ti mos e bëra ty se na krijon probleme sobën. Jo, nuk e freka, apo thua më E aty kisha unë edhe filloj. Nuk afrohem fare. Po. Atë shmëndi ke pjanura vërtet. Pra, këtu konsistenca është fiks si për brum krepash. Krepash, po. Thamë që në fillim që duhet pak më hollë se brumi krepave. Pa shiko tani nga i kemi ato djatra se frigoriferat janë ngushme. Kam përshtypjen andej se këtë i pash, Po. kështu që po shoh një herë këtu ku është, djath. Merë një kaçkavall aty. Marr një nga Edhe këto. grim, po. Po, ta grim vetë, s'po gjej ku janë të krira.
Bën vaki nuk e shoh unë. Ha, e gjeta. E gjeta? Po. E shikon? Po thash është aty? Ne di zonja Vjolta përmendesh çfarë ka këtu. Me koordinata, majtas, djatës. Vetëm pastronoj herë Alma, ndronë vëndit e me Alma mos më ndro vëndit. Se unë që t'i numëroj, ndoshta si ma i mënd, po pjesën e fotografimit që këtu ta fotografoj me sy, jam nish. Ja, ku është? Kjo s'ka nevojë fakt ta presun, se është gati. Po e hap, mirë? Që nuk e pas kam hedhun akoma me këtë mjellin, pas kam mjell. Prit njerë se mund ta bëjmë tamam fix brumin. Tane ulim qik temperaturën këtu dhe ja sa let. Shife? Me letrën pjekje, tak, hedhim patlıcanët. E falenderojmë Fino, ne? Pa tjetër Shumë ma dje. Shiko, tepsia nuk është bërë pis fare dhe, shiko si është, aku, për ta vendosur përsëri në raft. Kursejme dhe detergjent, kështu këtë e hedhim ke perat. Baroj punën kjo për sot. Pse nuk i skuqe? Se dikush i skuq. Unë kam thënë që nuk i skuq. Për arsye se nuk mjaftojnë 2 lugë, 3 lugë vaj për të skuqur patlıcanët. Edhe nëse i lyej me miell, përsëri ato thithin. Yndyrën njësoj si sfungjeri ujin. Ja. Nuk desha veti hedh majdanos, po e pranon që mund të hidhet edhe majdanos. Unë e lash me këto shije këtu, kush dëshiron edhe mund t'i hedhi, kush dëshiron mund t'i hedhi 2 domatesh, por shpuna që mbushja nuk duhet t'jetë e lëngshme, duhet t'jetë e thatë. E thatë. Kjo mjaftueshëm janë këto të hidratura, po nuk duhet t'ketë lëngë, po. Tani për 2 minuta kjo të marri val dhe gjithçka është gati, plotson domati atë minutazhin e vet përgatim plus që dhe do të hyjë në furr. Shkëlqyeshëm, përgatisim brumin edhe me pjesën e fundit të miellit Ola për çdo përdorim. Ajo pra çfarë do të na duhet për të realizuar piten me patlıcan por pa peta. Dhe djathi kaçkavall është i grirë, versioni që ne do të përdorim. Po, bjerë këtu nga lufra. Është e hapur vetëm nga që ka të mbylljen vet hermetike që mos do të ketë 2 lugë gjelle. Cilësia e djathit, ja. Se ndonjëherë kur e hedhim brumin kështu, nga sipër e kam hallur më tepër, edhe mund mos hapet në brumin nëse domethënë e vendosim për ta pjekur dhe është aty. Kur ka djathin, djathi shkrim dhe mbulon çdo perim, qofse perimet nuk janë mbuluar plotësisht. Krijon shtresën më të mirë. Po. E mbyllim përsëri dhe e përdorim pastaj për receta të tjera, pjesën e mbetur është e izoluar si duhet. Unë po i hedh edhe 1 lugë, po jo me maj. Domethënë deri këtu jemi ke 200 gramshi, ë? Ja, 1 lugë të shtrirë po ja hedh. Dhe nuk është nevoja më shumë. Sa aromë të mirë ka kjo mbushja. Zonja Vjolta, ti i godet gjitha recetat. Ti e kupton shijen e mirë që në aromë. Në fakt, koka im është dele me thinja, mendosa koka që gatuaj. Kështu që edhe ti kur të shkosh në moshën time e dashur, do arriti bëj kaq mirë. Patjetër. Uroj shumë. Uroj se unë përpiqem gjithmonë të gatuaj mirë, dakor. Pa diskutim, ti gatuan shkëlqyshëm. Mirë është. Ti gatuan shkëlqyshëm, Katerina. Zonja Vjolta dalin më të mira recetat gjithmonë. Më shijojnë shumë, janë shumë të kënaqë dhe aroma. Ta fik tani? Fike. U bë dhe minutazhi. Po e majmë qik veten me të mirë, këshu me gjallë. Tavën, po. Se në ti në pyrë gjallëpin? Ide e lezetshme kjo. Na duhet gjallëpi, na duhet për tavën.
Nuk kemi që bëjmë, do ta përdorim. Dhe jak. Po jo, gjalpi në sasira të moderuara, jo shumë, nuk na bën keq. Ajo një shtresë sa për tavën është? Po pra. Pastaj kemi edhe margarinën Vitam, po patjetër. Margarinë tani. Se i ka në plan regjia, prandaj u ndala. Se pra, se me margarinën kemi plane tjera. Se kemi mbyllur javën akoma. Gjërat ka menduar zonja Vjollca se gjithmonë janë shumë të shijshme ato gjërat që gatuan me Vitam. Po mendoja zonja Vjollca. Po, do të thënë, meqenëse kanë mbetur edhe pak fiq akoma. Fiq? Po. Biskota që të bëhet e mbushur me... Nështë ajo me frutin, po me reçelin e fikut. Po. Më let akoma, që mund të gatuash dhe në sezonet të tjera. Po, sigurisht. A bëhen? Këto do i bëj Katerina. Bëhen, po për 18 minuta nuk bëhen. Garanti bën Katerina për 15 minuta. Ja këto vrasë, do dhe në shumë dhe një gjë vrasë më njën, qëfar mund të jetë shumë e shishme? Turin pjekës, se na le pa mënd. Mirë, do gjej një recet tjetër. Pra gjeje. Djemtë tanë, ne në fakt ishim si grup në një koncert, edhe njëri për tyre i kishte manin që t'ishte mua aty të skenat e këngëtarët, se mos vinte ande nga fundi nga ishim në të tjerët. Se di, nështë adon të të bënda i dorë mua betë të kësa performoj live, së HD. Si se erdit në takonte a i në asë një moment? është totalisht jo normale kjo për mua. Shumë i zënë, po, duke parë shoqërinë nga nuk merret me ne, jemi po patjetër, merret me njerëz të rëndësishëm. S'merret me ne njerëz të thjesht. Për kë ke fjalën me Katerina? Arviti. Pa Arviti është Flori me. O që Flori më mërziti? Flori ka lutet me Teraçit. Wow, me kompliment Arviti. Je dakord? A i dakord është, po, si jam unë. Nuk e di ku të kam betur hatër e ty, po... Ja, pra zvintet në takonte, unë i shkruaja... Po ka qënë kryet detyrës me që? Sente përgjigje... Tani kryet detyrës njëri unë nuk them përgjigje. Po, justifikime. Kjo është baza. Tani ti e ndave në 2 pjesë, apo jo, zonja Vjollca? E ndava në 2 pjesë. Ja, se mere mund me atë vazhdo ti, zonja Vjollca? Kujdesë më për ta. Tani këtu, unë do të shtroj bazën. Ta marrë një nga ato lukët e mëthaja? Po, direkt. Ja. Urdhëro. Nuk do të trazoj, se nga që patligjani, kungulli, në rast tjetër, jo sot, është shumë delikat dhe nuk dua që të prishet forma, po dua që t'jetë kështu. Jep edhe një recetën se ta marrë unë ta shtroj këta vash a vash. është fiks koha. Se është shumë e rëndësishme. Shënoni sepse është shumë e mirë. Ka aromë fantastike dhe mendoj që shia do jetë e përkryer. Së pari si do të përgatisni brumin, keni 3 vezë, 1 gotë qumësht 200 ml, 1 gotë kos, 4 lugë gjelle vaj ulliri, 200 gram miell për çdo përdorim, 1 lugë çaj krip, 1 pak o pluhur pjekës dhe kaçkavallin e grirë. Vazhdoj me mbushjen. Mbushja u bë me 600 gram patlıcan që u poqen mirë në furrë me letër fino gjithmonë, e pashmangshme, vaj ulliri, 1 qep mesatare, 1 spec jeshil sipas dëshirës tuaj kjo, 3 thelpinj hudhra, krip, piper të zi, 1 domate në rende, si dhe 200 gram djath. Po, ta që do edhim tani. Tani është koha për djathin. Nuk e trazova kastile, se nuk doja që të më merte në gjyrë djathi, po duaj që të më duken kështu kur gjatë kosin e do t'i konsumojmë, të dalit djathi i bartë, patligjani në gjyrën e vetë.
speci në ngjyrën e vet, shife. Sahat omega. E lumshin duart. Tani unë djathën do thërmoj me duar, kështu që me që kam prekur tigana, tenxhere, luga e tjerë, japë edhe një të shprar duarve, e hapim atë më hapë më merë. Është djathi i bardh lope, ky që do të përdori, me kam përshërën. Ja, t'ju ja tregoj pak paketimin. Këta janë diku të 200 deri në 300 gram, si sasi, janë shumë praktik. Unë po e hap këtej nga kjo ana. Që mos të, edhe pse kjo në fakt mund të ketë, po ja, nuk e kontrollova. Se tjerat e kanë patur, hapjen, anash. Të janë vjellca po e lë kështu. Kuadrat. Urdhëro. Shumë faleminderit. Marrim sasinë që duam, edhe e konsumojmë shpejt, qoftë për të shoqëruar mëngjesin, drekën, një mezvakt për ta shtuar ja kështu në tava, në receta të ndryshme. Është fantastik. Është me vlera shumë të mira ushqyese, me proteinën, me kalciumin, çfarë na duhet që të konsumojmë. I freskët, i shijshëm, i ambalazhuar si duhet, që është më e rëndësishmja për të ruajtur. Ta keni cilësor produktin kur e merrni dhe lufra padyshim që e garanton këtë. Dhe ja, ku jemi të shtresa e mirë me djath, që çfarë shije e jep recetave ky djathi i bardh. Të kënaq. E kam shumë të vështirë të gatuaj tani dhe mos kisha provuar Çik djath, e di edhe unë kam shumë qejf djath në bardh. Do me thënë, më rimendja këtu tani. Prandaj jam shëndoshur gjithë jetën. Ja u bë. Ashtu. Thjesht fare, vetëm djath. Tani unë thashtë e të gjithë, po është puna që e teproj. Dhe nuk duhet ta teproj. Ja. Kjo shkon këtu. E provon zonja Vjollca. Duhet ta provoj për kripme. E di. Gjithmonë është si mund të jetë kripa në këtë rast për recetën. Është shumë e shishme. Speciale. Mjafton kaq edhe ju, besoj se jeni dakord që unë mos ta teproj. Të lumshin duart, jo, është mbushur plot tani, është e gjithë ajo sipërfaqe, shtresa e plot. Dhe tani që mos lodhem unë lug. Brumi. Kam hedhur brumin në një kështu dhe mjafton që ta mbuloj, inshallah s'më bllokohet ajo pjesa e gypit, se është pak e ngushtë. Shumë e ngushtë. Megjithatë kjo është, pra të shtrohet në sipërfaqe. Ja, kapakun edhe përsëri kryem punë rehat me këtë. Në rregull. Ja, pra ku e keni aplikimin edhe të pjesës tjetër të brumit. Pas pak zonja Vjollca do të na sjellë edhe një supë të mirë me kos dhe me energjik. Me kërkesë të regjisë. Afit ande nga në prapa skenë. Të mbuluar kompleta. Megjithëse është ai djathi që kur shkrim e rregullon, ja. Ke vërejtje? Më mirë se sa me lugë. Se luga gjatë kohës unë do ta trazoja sipër, do më pengonte dhe do më prishte radhën e perimeve. Mbaroj. Pra e ndajmë brumin, më tepër në qikë më shumë se gjysma është baza, pastaj pjesa e sipërme, sigurisht qikë më pak ta fshim edhe ta vendosim në furrë, temperaturën 190 ose 200 gradë, ju e dini. Në rregull. Se cili furrën e vetë e di se si funksionon. Si është fushia, po. Pastaj, bëhemi gati, do bëjmë një gjë paraprakisht për recetën? Jo, do vë vetëm, shiko, receta që do bëj unë mund bëhet me lëng mishi, me lëng pule, mund bëhet dhe me ujë. Me çfarë të keni? S'keni as mish, mund të merrni për 1 litër 2 magi, pule, ose mishi, edhe funksionon shkëlqyeshëm. Këtë do bëj dhe unë, do ta bëj me magi. Bukur. Pra, do hedh 1 litër ujë, më vonë do më duhet edhe 1 gotë e ftohtë, ose gjysmë gote e ftohtë. Këtu. 1 litër, ja. E marrë kështu me këtë. Ma hap një magi. Po. Dhe do të keni kujdes po ke kripa pastaj. Ma hap, Katerina. Gati.
Ja 500 mililitra. Ja dhe 500 tjetër. 1 litër. Hedhi magi. Dhe do shplaj 3 lugë oriz për pilaf tradicional nga të uta. Po. Edhem një zonja Vjoca? Jo, për 1 litër mund të hedhim 2. Ti edhim të dyja ne? Po i hedhim se mos hedhim. Ja sa ta bëj gati. Pra, e përsërisim dhe ke pjesa dytë, se ndonjëri ndoshta nuk e shikon këtë moment. 3 lugë, me lugë gjelle, 3 lugë gjelle, majtë mua. Vetëm se më për mua. S'ka problem. Të shfrytëzojmë të pjesën e publicitetit, me qëllim që orizit filloj të zjejë, se ju e dini që shumë mirë që një oriz tradicional do 14 dhe në 16 minuta që të zjejë, varet si dëshironi ju, al dente 14-16 i zjerë, ndërsa në supë duhet një qikë që orizit anxhiri që kam i donin e vetë, dhe të ta trashi pak lëngun. Ne do ta trashim pasaj me shumë fare pak mirë, pra 3 lugë gjelle, që do të shplajmë tani mirë, 1, 2, 3, kaq mjaftueshëm është. Në rregull. Dakord. Unë do ta shplaj dhe do ta hedh sa po ujë të zjej. Dakord. Kaq nuk ka asgjë tjetër për të shtuar për momentin. Jo. Kur të rikthehemi do ta përsërisim edhe një herë të gjithë këtë proces për të gjithë ju dhe të vazhdojmë deri në fund supën me kos dhe nene xhik. Qëndroni me ne, takohemi pas pak. Hajde, zonja Vjoca. Hajde të nisim pjesën tjetër se kemi supën me nene xhik dhe kos. Në fakt, një sqarim të vogël përpara se të shkonim në publicitet, nëse keni ardhur me vonesë, zonja Vjoca ka bërë 2 veprime të shkurtra të vogla për ta vënë në vi punën. Ujin, magin, orizin. E mësoj supën. U bë. Jo, ujë ka mas. 1 litër ujë. Po. 3 lugë oriz të shplarë mirë, 2 magi, për magi më përdore, në kemi thëmë 100 herë që 1 kup magi në 500 ml ujë. Kujdes nuk do të hedhni kripë, për ato që nuk e përdorin kripën, kripa është e mjaftueshme. Për ata që e duan çik më tepër kripën, mund të hedhi në sasi shumë të vogël. Tani kemi lënë orizin që të zjej, duhet ta lëmë çik më shumë. Ne kemi kohë që kemi vendosur, çik më shumë se 16 minuta, ndoshta edhe 20, që ai të nxjerrë amidonin dhe të filloj ta trashi pak lëngun. I vendosim kapakun dhe fillojmë bëjmë salcën që do t'i japi shije absolutisht më të mirë. Këtu në këtë tigan do të hedhim 1 lugë gjysmë gjallë. Lugë gjelle, se është për 4 persona. Filloj me tresim, gjalpin pa e djegur kuptohet, vetëm që të marrë atë ngjyrën e verdhë dhe të nxjerrë aromën e mrekullueshme. Dhe 1 lugë çaj nane xhik të thatë. Se kur e kam bërë njerë para 3 vjetësh këtë supën, sigurisht e pëlqyen të gjithë ato që e kanë gatuar, por më pyesin çfarë është nane xhiku. Nane xhik i themi këtej nga Shqipëria e mesme, jugu, i thot edhe dhjosëm. Edhe përmetarët edhe gjirokastritët edhe dhjosëm. Se është kufi me grekun dhe greku i thot dhjosëm. Prandaj ajo që ka si erën simente. Gjanë simente në aromë. Bravo. Gjanë, sementja është me gjete tjetër. Po. Dhe nane xhik ose dhjosëm i hedhim edhe për sheshit të vitit të ri. Po. Pra është kjo aromë, po e sqaroj, këtë kur të kaloj atë pjesën e shkumës që bën gjalpi dhe që është skuqur, zverdhur, bukur, jo të na nxjehet, është detyra jote kjo. Do është vëzhgoj. Do ta largojmë, jo me një herë nane xhikun, se na nxjihet, e lëm pak sa të bjerë temperatura e lartë edhe i hedhim nane xhikun. Tani në këtë tasin do marrim përsëri 2 të verdha veze. Që mos i mbetet hatri këtyre. 2 të verdha veze Ovital si gjithmonë, ne kemi paketimin me 8 kokra, me kokrat e shportës, ja ku është. Me
të bardha e të kuqe i keni madje edhe të ndara nëse doni që të zgjidhni mes njërës apo tjetrës, në dispozicion ju Avo Vital edhe i keni pa diskutim të reflektuar këtë edhe në ngjyrën e paketimit dhe me shkrim që ta dalloni, po duket se mund të hapet kapaku e vëreni me njëherë. Deshe qavat verdhe. Ja dhe verdha tjetër, u bën 2 të verdha. No. Në rregull. Kemi dhe kosi natyral lufra në tryez që do të na duhet si një nga përbërësit kryesor që do t'i jap shije recetës. Pak fare krip. Do të marrim këtu 1 gotë kos, po ne pa hedhim gjithë. Ja. E gjithë gota e plot shkëputet. Sepse kemi thënë pra është kos i plot ky që hahet me luftë, që të shijon shumë edhe është i freskët padyshim. I trazojmë të dyja së bashku dhe këtu do të hedhim 2 lugë miell, po jo me kapull, me maj. Po 2 lugë mesatare me miell. Ja një lugë e thatë tani na duhet. Askaps. Është gati. Ja, 1. Ja dhe një tjetër, 2, kaq. A dua të them 2 fjalë për orizin? Orizi që përdori zonja Vjollca është orizi gold, paketimin e gjelbër që i keni të ndara 3 lloje orizi gold nga Teuta Company, njëra për pilaf tradicional, tjetra për risotto dhe pilaf, tjetra për çdo lloj gatimi që është e kuqja. Ne kemi pilafin tradicional, edhe do 14 minuta e përcaktuar. Bluja është pilaf risotto dhe për çdo lloj gatimi për receta ndryshme që na duhet orizi. Orizi Gold vjen nga Teuta Company prej vitesh edhe është vërtet një produkt i artë nga Teuta Company, sepse është në treg prej gati 2 dekadash, ndoshta më shumë, dhe vjen gjithmonë i paketuar, i ambalazhuar dhe i përzgjedhur. Padyshim që ju keni dhe llojet e tjera të orizit në dispozicion. Në këtë rast jemi me arborio, carnaroli, kemi perboil që është gjithashtu shumë i mirë dhe që mund të realizoni receta të ndryshme. Jo, me perboil mund të... Arborio më duket është ai që bëjmë në risotton. Edhe perboil, carnaroli. Perboil shumë mirë mund të bëjmë edhe sallata, se është integral. Po. Teuta Company, faleminderit shumë që jeni me ne. Zonja Vjollca, kjo bë... Jo, s'është bërë akoma. Në rregull. Do dhe pak. Po. Këtu, para se të hedhim kosin, do hedhim edhe 1 gotë me ujë të ftohtë. Pra e kishim 1 litër, plus 1 gotë, vete 1 litër e 200 ml. Plus edhe kosi shkon ke 1 litër e 600 ml. 1 gotë. Por, mund t'jede 1 gjysmë për arsye se shteron ujë këtu. Po, ujë të ftohtë fare. Në rregull. Ço gjalpin se është përgjegjësia ime, tham. Po. Edhe pun minutash është gati. Kjo është supa më e thjeshtë, po është supë shumë e shijshme. Dhe me atë çka kemi gatuar sot, mendoj që do të shkojë shumë. Ta shohim recetën me shkrim atëherë? Po. T'ju jap listën e përbërësve, shënoni nëse doni ta provoni kështu. Supën që mund ta gatuani që sot me këta përbërës, shumë të thjeshtë. Supë me kos dhe energjik. 1 litër lëng mishi pule ose ujë dhe mund të shtoni kubat Maggi për shijet mrekullueshme, 3 lugë gjelle oriz, 400 gram kos, 2 lugë gjelle miell, 2 të verdha veze, krip, piper të zi, 1 lugë e gjysmë gjelle gjalp, 1 lugë çaj energjik ose djozmë, siç i thon pra në disa zona të Shqipërisë. Këta janë të gjithë përbërësit. Zonja Vjollca, që ka fikur kjo për tja një moment. Ta lë dhe pak fare, apo do e shohësh vetë? Edhe pak, do. Do dhe pak. Në rregull.
A t'jap një njoftim të voçkël për Amën edhe rikthehem tek Ty ti? njoftim e jepi. Ama Kafe vazhdon ta ketë aktive ofertën e mrekullueshme që ka për të gjithë ju që po na ndiqni në këto momente. Të përdorni kuponin ose kodin saktësisht TVKLAN për të përfituar ulje gjatë blerjeve tuaja online. Mjafton të shkoni në website-in shop.amakafe.com dhe atje do të keni mundësinë që të blini çfarë ju dëshironi nga Ama Kafe. Janë produkte të ndryshme që vijnë në dispozicionin tuaj online që të mos mundoheni as pak, por të porosisni nga shtëpia juaj dhe të merrni që nga ekspresi kafes e deri te kapsulat, gjithçka, edhe filxhanët e bukur të silikonit, shumë produkte higjeni atje. Klikoni dhe shihni. Tani, në momentin që ju do të bëni blerje, është e rëndësishme që kur të vendosni të dhënat tuaja, të shkoni te kjo hapësira këtu që është për vendosjen e kodit dhe të mos e lini bosh, por të shkruani TVKLAN. Nëse ju vendosni këtë kod, përfitoni 10% ulje nga e gjithë shumar pra që ju keni bler, që ju keni marrë produkte, pra 10% nga zbritje nga fatura juaj. Është kjo një ofertë e mrekullueshme deri në datën 5 tetor, kështu që nuk është se ju kanë mbetur shumë, këto 5 ditë të para tetorit janë ato që keni në dispozicion, që produktet që do të merrni tek Ama ti merrni bashkë me Klan në zbritje. Tani, unë këtu në supë do të hedh një gotë me ujë të ftohtë. Po e lë pak fare, e trazoj dhe filloj të hedh pak nga pak kosin. Çfarë doni? Se mbaruam. Edhe pak, është kënga. Po mirë, mund të merrni të pjesën tjetër. Sa e mirë që është. E trazojmë tani avash. Është momenti ku ne mund ta provojmë edhe për krip, nëse do pak krip apo një shije tjetër. Marr pak të dorezat. Shumë fare pak krip do t'i hedh. Ja kaq. Hedh pak fare piper të zi. Dhe do t'a presim tani, sigurisht ai do të rashet pak. Kur të filloj që të fluskoj. Sa të fluskoj, këtu kemi bërë gati. Ja. Gjalpin me nanexhikun? Gjalpin me nanexhikun. Sa erdh mirë. Zemvil, sa më thuaj nëse duhet ta sill tani tavën, me qenë se jemi në fund fare. Po, mendoj ka marrë ngjyrë tava? Ka përshtypjen se do të pak fare. Po, sillet ta shohim se ku është. Nuk prish punë? Jo, tani s'prish punë, atë 15 minutë që në parë prish punë. Dakor. Dhe pastaj e vendosim përsëri për t'i dhënë një ngjyrë akoma dhe më të mirë. Shiko, ka filluar supa të trashë. Sa të nxjerri 2-3 fluska këtu përpara dhe jemi gati për ta serviruar. Sa e mirë ka dalë. Do dhe një qik ngjyrë më të kuqërem, se është pak e bardhë. Edhe aq mjafton 2 gishtësh, nuk është shumë e trash, por sigurisht që shijen e ka të mrekullu. Shiko supa, e ulim temperaturën në minimum tani dhe ja pjesa e nanexhikut. Unë do ta servir, unë që të ha me qeramik, më pëlqen shumë. Dhe do ta vendos këtu ke... Më duket se ka marrë pjatën e gabuar, më jep një pjatë kështu. Këto janë... Unë kam thënë që nanexhikun unë e shkërmojsh në moment. Ky shkopi është shkopi i djosmës, ja. Katerina do ikësh pa e provuar një luk, pa konfirmuar këtu se ç'është, se çfarë është bërë. Po është e nxehtë, po zonja Vjollca, si? Nuk është e nxehtë, jo. Prap. Ja. Ajo është shumë e shishme. Është një super shije. Provojeni, shijojeni. Të dyja receta do t'i gjeni në rrjetet sociale, në fakt edhe e para ka dalë aq e mirë. Nuk prisja që të merrte këtë volum edhe të dilte edhe e bukur pas pjekjes, kaq e shishme duket edhe në momentin që shikon kështu të pjekur në tavë. Supa padyshim që është e shishme. Zonja Vjollca nuk ka supë që nuk e gatuan me një shije përtej asaj që mund të imagjinoni. Tani kemi hyrë në zonën e ftohtë. Po. S'kemi bërë supa, se kanë qenë gjithë verën sallatat, po
muaj të mbarë me qëra fjalla. Tani supa, po, muaj të mbarë për gjithë shqiptarët kudo që janë. Zonja Vjosa duhet të iki tani. Shëndet dhe bereqet. Të falenderoj shumë, ishin shumë të mira. Po, të falenderoj shumë. Takojmë nesër. Si? Takojmë nesër. Po, patjetër nëse do jemi mirë këtu. Këtu do jemi, në shije shtëpie me zonjën Vjosa. Jo pafsh. Kemi thënë gjithmonë këtë gjë dhe do të bëjmë njëherë prezantimin që të mos humbas më asë një minutë. Ndriçim Mehmeti, ekspert arsimi, është me ne, mirë se erdhët. Faleminderit shumë. Irena Myzeqari, faleminderit. Gjafer Rakipllari është me ne, faleminderit. Dhe Rashela Shehu është po ashtu këtu me ne. Si që thash, kemi miq shumë të mirë të ftuar sot për një bisedë të bukur, mendoj. Por të folur për arsimin, sepse me sa duket statistikisht, vajzat shqiptare arsimohen, pra kanë përfunduar arsimin e lartë më shumë se sa djemt. Është kjo një lajm i mirë, do thotë që duhet të inkurajojmë djemt që të përfundojnë më shumë shkollën e lartë, apo çfarë do thotë kjo për nivelin tonë arsimor, diskutojmë vetëm të pasuarit, pra. Shkojmë në publicitet, takohemi për pak minuta. Jemi përsëri bashkë për temën e sotme. Vajzat rezultojnë më të arsimuara se djemt në Shqipëri sipas statistikave. Është në fakt një e dhënë e fundit nga Instat, i referohet vitit akademik 2023-2024, ku nga 28.000 student të diplomuar, rreth 66% kanë qenë vajza. Një rritje e vogël e krahasuar me një vit më parë, por krahasuar me djemt ka deri diku diferencë. Vërehet pra ky si trend në vazhdimsi ndër vite që vajzat e shtojnë përqindjen ndërsa djemt e ulin. Po e nis me profesorin dhe më pas kalojmë me radhë me të gjithë ftuarit. Janë vajzat më të nxitura ndoshta nga familja për të qenë studiuese më të mira, nxënëse në shkollë dhe më pas studente më të mira në universitet dhe ndoshta prindrit... Studente më të mira se dim, po që janë të pranishme. Që janë të pranishme, keni të drejtë. Studente të mira pastaj hatë diskutim shumë. Keni të drejtë, se në fakt djemt duket sikur janë më të zotët me ekselencën, të paktën vëreja, unë të paktën në kohën time që djemt ishin shumë të prirur ka një për të kapur përqindje më të lartë dhe dominon në Shqipëri. Nuk e di për çfarë arsye, ose për demotivim të vajzave, ose këta kanë më shumë mundësi, etj, etj. Por ky pastaj është një diskutim social. Spari vajzat venë në shkollë të lartë, sipas parimit të ndoshta 70 vjeçar të Shqipërisë, se kemi kaluar shumë vite, që paja më e mirë është shkolla e lartë. Kështu që e çojmë se s'kemi, se vajzën ka disa, le të themi, në Shqipëri ka disa, ashtu që vajza nuk mund të punojë në këtë punë, s'mund të punojë, po ta kisha djalë se kisha problem, i ipja dhe kazmën, e tjerë, e tjerë. Janë këto dhe o burat të ta shkollojnë me çdo kusht. Tani, se si dele ajo nga shkolla s'ka rëndësi, po ta shkollojnë. Kjo është e para. E dyta është se vajzat janë në shumicë edhe për shkak të numrit të popullsisë. Dominojnë vajzat. Nuk është puna se kjo do të ishte një shifër shumë e mirë, po të mos ishte paraprit nga një shifër tjetër e televizionit tuaja, ku 255.000 gra punojnë le të themi të vetë punësuar, 1 në 5 prej tyre janë të pasiguruara, sepse 55% e tyre janë pa shkollë. Pra janë o me 8 vjeçare, o me fillore. Dhe kjo është shifër katastrofike. Kjo ishte me dhimbshmja, me frikshmja për mua. Sepse, si thoshte Sami Frashi, dhe Shqipëria që shka që dhe çdo të bëhet, thoshte, ne duhet të përpiqemi të shkollojmë gruan. Sepse është gruaja që bashkë me xhirin i jep mësimet e para fëmijës, qoftë në edukata, qoftë në shkrimi dhe këndimi. Ne këtë nuk e kemi. Ne mburemi me një shifër që në fakt është një shifër që entuziazmon njerëzit, i thos shisa mirë, i motivon, por nuk shtrale. Pra i referohet vetëm asaj pjesë që studion. I referohet asaj pjesë fundore. Pra ti ke 28.000 dhe në këto ke, po themi në një shifër, po themi kot, 17.000 të cilat janë femra që dalin. Po ku dalin? Ku janë? Po. Pra ky hatë diskutim. Për mua nuk hatë diskutim diplomimi, se po të shkojnë më tutje, po ka shifra akoma më të frikshme,
ku ne kemi 10% të braktisjes shkollore, e kemi 10%, ne leshtemi 0,08, se i mësua nga, thash, nga kohë e dikurshme që ti mbulojmë gjërat, të dalim të parët në rajon dhe në botë, nëse ka mundësi, por në fakt ne jemi të fundit, nga shifrat që jepen, dhe ne kemi 10% braktisje shkollore, ku pjesë më të madhe kush janë femra. Se në zonat rurale, ku do që të shkosh, le shton këta në veri e në jug, një mentalitet kanë zonat rurale. Për fat të keq. Si qojnë shkollë fare? Që nuk shkojnë fare në shkollë, në arsimohen vajzat. Gatuaj, shiko Katerinë si gatuaj dhe zonjë Vjoca, bëu gocë e mirë, do vi njëna Italia na ashtu do të marri, atje se je gocë për shpi. Edhe alternojnë i fakt, edhe televizion edhe shkollë. Kjo është, por nuk është, shiko, për të mos u marrë kohë dhe kolegëve, ne gjithmonë nisemi nga shifra dhe kënaqemi me shifrën. Ja, ne po e diskutojmë. Jo, s'tash ju, edhe në përgjithësi. Në përgjithësi ne diskutojmë shifrën dhe e marrim që janë shkolluar, dakord, shumë mirë. Jo, diskutojmë sa jo është zona. Shumë e mirë, po të marrësh, të hysh në themel, cilat ke zonat urbane, se unë e pash, bëra një kërkim, dhe i ke Durrës, Elbasan, Tiranë, dhe ke shumë më pak zonat për shumë, po themi, Gramsh, Prenjas, Delvin, Veriu, Verilindja, që janë po thuaj se, unë edhe kolegu e dim, ne kemi vite që nuk gjejmë më në fushën e mësuesis në zonat veriore, verilindore, vinë shumë pak. Asë mësues. Po s'ka se kush do vete atje më, që ti mësoj mjek. Vetë televizioni juaj e dha që në koshë, mes të koshës, ja rikthye pensionistët. Pra ndaj ju thash, i shkollojmë, po ku i kemi? Dhe si i shkollojmë, pastaj edhe... Dhe si i shkollojmë, cilësia është gjithë tjetër, e kemi diskutuar njerë, po... Po me gjitha të, ju deri diku po ngrini një shqetësim që vërtet përmes shifrave, duke thënë përqindjet, duke sigurisht pozitive gjendja, që po studiojnë shumë vajza, po nga ana tjetër në total i bie që të jetë një numër jo i lartë, duhet ishte më shumë se kaq. Prirja është pozitive. Kjo është lajmi i parë, mendoj unë, dhe është gjë pozitive dhe rëndësishme. Po të shohim që nga nëntëvjeçarja deri në universitet, në nëntëvjeçarja janë djemt pak më shumë në numër. Në gjimnaz kalojmë shumë pak ne përsi vajzat 52 me 28, 53 me 27. Ndërsa në universitet ditë që kanë ndryshon, dhe kjo ka arsyet e veta. Një nga arsyet është sigurisht fakti që prindit tani kërkon që gjithmonë ai sa profesorit japi vajzës një edukim të mirë sepse i jep emancipim, i jep mundësi pavarësinë ekonomike. I jep pavarësi ekonomike, mundësi për të bërë gjëra të tjera në të ardhmen. Pra i jep një lloj sigurie për të ardhmen. Kjo është e rëndësishme. Ndërsa djemt ajo që ndodh është që fatkeqësisht ose drejtohen drejt tregut profesional, sepse kërkojnë të fitojnë para më shpejt, japin kontribut. Unë mendoj se edhe kjo është një zgjedhje e mirë për aq kohë sa personalisht individi e shikon se një zgjedhje e mirë më shumë. Për sa kohë shkon me, po themi, trendet e kohës, për sa kohë përpuset me interesat atij triu, se mund kemi një talent, po themi, në fushën ekonomike dhe humbim kohë duke bërë, po them tani, hidraulik apo një fushë tjetër të ndërtimtarisë. Kështu që lajmi mirë, por duhet analizuar pasaj çfarë ndodh edhe më pas, siç e theku profesori, sepse vërtet kemi 66% vajzave që diplomohen, por po të shohësh gjithë universitetet drejtohen nga burra, departamentet shumica drejtohen nga burra, nga zotrinj, e të tjera. Në role drejtuese, në kompani, në biznese, në institucione, sa pak gra kemi. Kjo është temë pasaj që duhet diskutuar. Rashela konfirmon të paka shumë ndërkohë, shumica janë burra në role drejtuese. Dhe veçanërisht kjo është shumë e ndjerë në media. Dhe të gjitha. Sidomos sektori i medias shikon që pjesa më e madhe e vajzave janë reportere, absolutisht të nderuara, dhe është një punë shumë e vështirë të jesh në shi, në breshër, në diell, dhe për më tepër kur ke edhe ca detyrime të cilat në shoqërinë shqiptare janë ekskluzivitet i mamës, si që po diskutonim dhe pak më parë në familje, kështu që kjo sigurisht që e rrit edhe e vështirëson edhe më tepër të jesh duke raportuar nga terreni, dhe fakti që është që pjesa më e madhe e drejtuesve në sektorin e medias janë djemë. Por raporti është shkreti ndryshëm në departamentin e gazetarisë. Unë po shikoja pak, por kjo që nga koha e studimeve të mia, rreth 80 ose pak më shumë se sa 80% e studentëve janë vajza, dhe vetëm 1% e vogël. Pra, pastaj deri në fund të diplomimit kjo edhe mund të ndryshojë, por përgjithsisht pra përqindja më e vogël është e djemve.
por e përkthyer pastaj kjo në pozicionin, ndoshta duhet një studim më i thelluar, por që edhe në treg, pra në pozicionet e reporterëve janë vajza. Dhe për ndoshta kjo rënje e numrit të djemve te gazeteria mos është ndoshta lloji i degës që nuk preferojnë ta zgjedhin në një deg tjetër që mund të jetë inxhinieria, më vjen mua në mendje, mund të jenë djemt në numër shumë më të lartë se sa vajzat. Edhe ky trend ka filluar të ndryshojë. Tani edhe në STEM, këto degët e teknologjisë, inxhinierisë, matematikës, numri i vajzave po arrin numrin e djemve. Madje në ndonjë universitet edhe ka kaluar. Kështu që interesante është. Kjo është prirja. Lentës theksore. Dhe më vjen mirë se i bie që nuk ka një lloj dasie gjinore në këtë Jo, s'ka dasi gjinore, po ka një dasi të thellë gjinore, po ta shohësh edhe vetë në shifrat që dha t'ju. Vajzat drejtojnë drejt ekonomisë dhe drejtësisë. Nuk drejtojnë drejt teknologjisë e informacionit. Që t'jemi realist tani. Sepse ndoshta janë prirura për ta. Jo vetëm prirja, po është, shiko, ne jemi atë që diskutuam. Do të japim një shkollim të atill që ose do kaloj dhe vajzat kalojnë edhe kur kalojnë edhe në një lloj kështu linje familjare. Pra është avokat, shkon avokate, notere, etj. Po kjo është dhe përgjemi. Dhe s'është gjë e keqe. Po, mirë, kjo është kur e ke punën gati deri diku edhe të ndihmon. Por ajo që më bën çudim mua është që tani po i që dorë tërësisht për shembull nga mësuesia. Nuk kam ka shumë pak që ka qenë një ndër më të ulta dhe që është në ndër më të ulta, ndërkohë që aty ku po themi në gjuhë popullore bëjnë ligjin femrat të shkolla, se në shkolla ato janë më shumë. Sado që ti jetë gjithmonë kanë qenë tërë jetën. Do gjesh në një mësues matematike, fiskulture, po dhe atje gjenë një mësues e fiskulture, se duhet për vajzat, pra gjithmonë është atje. Ato, por pastaj, si kundër tha Rashela, ka një problem shumë madh. Ndërkohë që ne mburemi me këtë, cilësisht femrat nuk i përfillin për pozicione drejtuese. Menaxhimi, etj. Janë meshkujt që e bëjnë këtë punë. Si është kjo puna? Fshisë këtyre meshkujve që nuk e lënë të drejtojmë, edhe pse unë nuk dua ta besoj që jo, ne ju lëm, po do ta merri vetë. Unë mendoj se vajzat janë të zonja. Unë besoj se duhet kemi hapur shumë tema për diskutim, kjo mund të ishte një panel shumë i nxehtë. Sot në mëngjes, kur po i thoja Djellzës para se ta nisja në shkollë që do isha këtu, Djellza më tha për çfarë teme do flasësh me Katerinën, se Katerina është personazh shumë i dashur në familjen tonë, i shtëpisë praktikisht. Edhe i thash vajzës që është në klasë të parë që ne do flasim për arsye sepse vajzat janë më të suksesshme në arsim. Dhe ajo tha, po është e vërtetë atë klasa ime, ne vajzat jemi më të vëmendshme, tha djemtha bëjnë shumë muhabet, ndërsa ne duam më shumë t'ja dalim në shkollë. Edhe më pëlqeu ky vetëdjesimi që ajo kishte, është 6 vjeç e gjys dhe ajo, si të thuash, ka përqafuar këtë frymën që shiko, edukimi është pjesë e rëndësishme asaj që unë dua të bëhem në jetë. Pa diskutim, mama si feministe ka pasur ndikimin e vet, se nuk do ta kalonte kaq shkollaj, por ajo që unë vëre si nënë e një vajze të vogël, por edhe si pedagoge në universitet për më shumë se 15 vite, ajo që shoh është se në terma, le themi, në themele, shoh një prirje më të shfaqur të vajzave për të qenë më të rregullta, më sistemike në avancimin e tyre akademik, që mund të lidhet dhe me arsyet e edukimit kulturor, që ajo që thatë ju profesor, pra le të themi në kohën në atë që ne quajmë në shkencat e komunikimit, po dhe në çështje në studimet gjinore, ne jetojmë në kohën e subjektit neoliberal, që do të thotë gruaja sot është një agent social që kontribon në zhvillimin e ekonomisë, përfiton nga gjithë liria, koncepti i lirisë në shoqëri, ajo është e gatshme tani më t'i ofroj kapitalizmit të ardhur. Kështu që jetojmë në një kohë ku vajzat dhe gratë, jo femrat dhe meshkujt, do t'i ishim saktësisht me termat, janë një agent i rëndësishëm për zhvillimin dhe çuarjen e shoqërisë përpara. Në momentin që ne nuk i japim këtyre grave dhe vajzave të drejtën për të kontribuar në shoqëri, praktikisht i heqim shoqërisë sonë, botës ku jetojmë, mundësinë që ajo të ecë përpara dhe të zhvillohet në mënyrë qëndrueshme. Çfarë ndodh? Në kohën e subjektit neoliberal, edukimi dhe diploma hap dyer. Por problemi është se kultura, ku ne jetojmë, dhe politikat publike mbyllin shumë dyer të tjera.
që do thotë vërtet gratë arsimohen, unë jam në të njëjtin sektor me Rashelën dhe ne përgatisim studentët e ardhshëm, reporterët e ardhshëm të gazetarisë, dhe unë shoh që dominojnë vajzat, por me gjitha të trendi vion të rrite, dhe ajo që unë shoh është se kur ato kalojnë në punë, pra janë në profesion, shoh që gjithmonë priren të kenë dy stereotipizime, do t'i quaja unë. Sidomos po flasë për specifikën time atë të grave në media. Pra, të jenë gjithmonë në teren ose reportere, si edhe të mbulojnë çështje me karakter social. Pra, ti shef, jo vetëm duan. Ky është një debat, jo profesor, unë do t'jo kundërshtoja pak këtu, nuk besoj se është vetëm çështje zgjedhje, shpesh herë është një zgjedhje e imponuar nga qasja sistemike. Çdo të thotë qasja sistemike është që unë mund të kem pasionet e mia, mund të kem prirjet e mia për të marrë me gazetari të investigative, por ajo që shoh në tregun e punës është që tregu i punës më imponon disa forma ose qasje të cilat nuk më lënë fort hapësira. Dhe unë detyrohem, ndoshta edhe pa ditur, që detyrohem të shkoj në atë vi. Dhe kjo nafton të ai debati madh makro, që ndanë të majtën edhe të djathtën, që do thotë shifrat flasin, dhe kjo në aspektin e diskutimit liberal, po ne kemi pasur një avancim me fuqizimin e gruas, por në terma të ndryshimit kulturor dhe të politikave publike, ne vijojmë të jemi mbrapa. Dhe jo pse familje specifike, sepse po t'ju pyes të gjithve juve, këtu jam shumë sigur që çdo përgjigje do t'jetë. Mami dhe babi më kanë rritur që t'jem një grua e zonja, por ndërkohë është imponimi kulturor, është e gjithë qasja, e gjithë prirja, traditat, patriarkati, sistemi, që neve në mënyrë të pa vetëdijshme na shtyn drejt ca rrjedhave të cilat duhet të fillojnë të ndryshojnë dal nga dal. Dhe si fillojnë? Është duke bërë atë që tha profesori, duke vënë në pyetje shifrat, duke hapur diskutimin se vajzat arsimohen, por nuk kanë të drejtën për të marrë leadershipin. Pasqyrim të cilin ne e shohim, si që tha profesorit e Rashela dhe profesor Gjaferi, në tema akademik, por dhe në politikë, dhe kjo është faj, dy elementeve kryesor, kulturës dhe politikave publike, të cilat nuk ja lehtësojnë jetën nënave. Që do thënë nënave dhe grave dhe vajzave, unë për shembull, unë do të tregoj historinë time personale. Unë dhe Katerina kemi këm fëmijë të afër dhe ashtu si ti Dartin, unë kam Omarin, i cili është 21 muajsh. Dhe unë në momentin që lindi djali, vendosa që do të bëj një hapas nga zhvillimi im i karrierës. Isha në fazën më të mirë, të mundshme le të themi, të asaj që unë të bëja me zhvillimin tim, por unë vendosa jo vetëm sepse doja të isha në qasjen kulturore një nënë e devotshme, por sepse oportunitetet që unë të jepja maksimumin si në aspektin familjar, ashtu dhe në atë profesional, ishin të limituara. Dhe vajzat në të moment dhe gratë janë të detyruar të bëjnë zgjedhje. Çfarë do të kërkoja ti si re në këtë fazë? Unë do të kërkoja politika më të mira publike të cilat më mundësojnë mua një sistem më të mirë të sistemit të qerdheve, duke filluar nga aty. Duke filluar një mbështetje më të mirë të politikave të lindjes, sepse me të vërtet unë jam arsimuar, mund të kem gradat shkencore, por kur vjen ky moment i rëndësishëm që është moment i shenjtë për çdo grua, dhe kjo ha debat pasaj për diskutim, unë zgjedh të bëj këtë step back, sepse e di që tregu, të dyja tregjet, le të themi, dhe ai familjar, dhe ai profesional, kërkoj më të mirë nga unë. Dhe tu dalim të një pikë, e jashtëzakonisht e vështirë që po ndodhe si diskur në të gjithë rrjetet sociale dhe platformat e rrjeteve sociale, jo vetëm në Shqipëri, po dhe në botë, është ky trendi, do bëhemi ne gra moderne, karieriste, profesioniste, apo do të vazhdojmë të ai roli tradicional, ose hashtagu i famshëm traditional wife. Pra, ky është ai diskuri që nga ato shifrat, ne hapim gjithë të temat makro. Si e përcaktuar naturalisht në një mënyrë sa dhe në njerëzit nuk arrin Jo e dashur, nuk është. Ne teprojmë me naturalizmin e lindur. Sepse ne për shembull gatimin edhe e quajmë një domen të gruas. Duhet ta bëj ajo. Po dera tash jo tani po flasim tani për familje. Po flas për punën edhe ndarjen karrierë dhe shtëpi. Karrierë shtëpi nuk mund të jetë barabartë. Ne shpjegojmë me këtë që tha Rashela, ngrihet puna, po thot po meshkujt janë shefat më të mirë. Po ja se vetë ti ha.
Po në shtëpi bëhet. Dhe nuk po flasim, ju thash dhe një, nuk po flasim për 18.000 vajza, të cilat nuk e di sa arrin në Shqipëri, se pasaj ky diskutim tjetër. Jo, e kisha tek pjesa e të qenit të bësh ndarjen të jesh në shtëpi për familjen, apo të jesh në punë. Ne gratë kemi të vështirë të bëjmë rolin e lirshëm të burit. Në qoftë se ti je në shtet, për shembull, në qoftë se ti je në shtet, i themi gjërat hapur. Në qoftë se ti je në një institucion publik, e je më fleksibël dhe më e lirë, i thua, ati ikin qikë se më qanë fëmija, o bo thot e privati, thot, do ta mendoj mirë. Se ja i thash një herë, dy herë, po pastaj, në shtet, lere tani se luan qeni Kalangjiu, ti thot populli, po mos të hyma ati mua beti. Lere tashti, se ta tregoj unë shteti, po s'po i hyma saj, se diskutim tjetër. Duhet kishte lehtësira pa fund edhe me orarin e punës. Se mu fëmijën, nuk ke një institucion ku do rish në shtëpi pra. Do rish në shtëpi. Nuk ke. Ti s'ke pasaj mos të him ata që kanë fëmijë në aftësi dhe nevoja ndryshe, se këtu pastaj patjetër që aty do të ishte totalisht më e vështirë. Futemi në fushë të minuar. Dhe ka plot që janë në mirëfilli studius, që kanë equr dorë dhe sot janë shkatruar totalisht edhe moralisht dhe fizikisht. Do më fali, vetëm 1 minutë publicitet dhe sa po të kthehemi e vazhdojmë diskutimin. Rikthehemi, në fakt gjatë publicitetit, Xhafer ju përmendet që në doktoratur ka më shumë vajza të cilat përfundojnë pra doktoraturën. 60%. Për te batutës profesorën. Në vime dhe të asaj Irena. Sigurisht mëmësia vjen edhe me ato përgjësit që a i përmendi gjitha. Por janë 60% doktorante. Po themi janë shumicë në universitete. Edhe pra po të qikon universitetet private, publike, pra drejtojnë nga burra. Kjo tregon që ne nuk jemi gati që këtyre vajzave, e këtyre zonjave, që janë të zonjat, që kanë arritje, që kanë punime shkencore, që kanë studime, që i shpalosin në çdo cep të botës, ju japim me rritën këtu në vendin tonë. Edhe po të shihni, kemi modele shumë të mira, unë kam qenë për një fellowship në Amerikë, universitete shumë të mira ku vajzat tona shkëlqejnë, zonjat tona shkëlqejnë. Pra është cilësore dhe ajo që ato shkolla që ndjekin rezultatet që marrin. Terreni, me sa duket nuk është aq i shëndetshëm sa duhet për zonjat. Dhe le ta themi këtë gjë, edhe unë e them është pengues. Si burr domethënë këtë gjë. Është pengues, ka shumë të drejtë Xhaferin atë që thot, por Katerin, e di kush është problemi? Duke që su mirë dhe me analizë ligjerimi, që nëse ti u kërkon një arsye pra ta artikulojnë qarta zi këto pengesat të terrenit, është pak e vështirë dhe ti përfundon me atë që po mëse kështu është. Kështu janë, vajzat këtë bëjnë, djenë për këtë janë të prirë. Ndërko, mendo pak për te i kësaj që të paraqitet, vej në pyetjet sa gjëra që t'janë transmetuar si të naturalizuar, ase ndoshta realiteti mund të jetë tjetër. Dhe mua, kjo më frikson shumë, kjo mungesa e të menduarit kritik dhe të përqafuarit të roleve gjinore në një botë që po ndryshon kaq shpejt. Kusha ka mësuar mendimi kritik? Dakord, atëherë duhet ta mësojnë. Atëherë kjo është një hapësirë. Profesor, shiko. Ky sistemi arsimor, se ne marrim sistemi fundor. Dhe ne është e turshme të shohësh mendimi kritik kur ne kemi 13 pikë dhe autoriteti palestines ka 18 pikë. Dhe jemi të fundit. Sepse para se të bizedoni, prandaj i thash Katrinës, lere njerë që të gaboj fëmija dhe të mendoj se si është gabimi. Për para se ne t'ja fshi me gomë, se do mësoj që dikush do ma fshi gabimi dhe unë do eci pra para. Ose do është të vim për hapat e parë që të mësoj të e. Pra qasja prof gabim, që është e teoria e të nxënit, nuk është kotë. Prof, ne të gjithimi, Katerina, keni mbledhur një panel profesorësh, kemi diskutime të nxehta. Po dhe familjarësh. Absolutisht. Problemi është këtu, prof. Mendimi kritik ka disa mënyra si mund nxitet. Besoj se ne të katër që jemi këtu, bashkë Agida dhe Katerina, kemi krijuar një hapësirë sado të vogël në këtë orar të mëngjesit, në të cilin po flasim dhe po arsyetojmë në mënyrë kritike. Pse mos i shumë fishojmë këto edhe në familje, mos i shumë fishojmë këto edhe në shkolla, pse mos i shumë fishojmë këto edhe në mënyrë se si ne bëjmë dhe adresojmë politikat publike? Ose ndoshta ne veprojmë së pari në familje, jo në këtë formë që të nxjisi mendimin,
dyshoj për këtë. Nuk diskutojmë familja. Nuk është ashtu patjetër. Ndryshim mendësie dhe do duhen presa për ta ndryruar. Dhe në shkolla unë mendoj se jemi më sipërfaqësor se sa duhet. Ne shumë flasim drejt tani. Ne mund të flasim dhe sigurisht mund të diskutojmë në nivel të politikave të ndërmarra dhe patjetër të gjitha qëndrojnë, por kur është diskutim racional. Unë mendoj që nëse ndërfusim pak qasje sociologjike brenda, ne do të kuptojmë që në fakt ajo pyetje që shtruam në fillim përse vajzat lind dhe e gjejmë përgjigjen tek ajo bërthama e vogël e familjes. Dhe unë do të tregoj diçka, një histori, që në fakt e kam të jetuar më shumë të javët e fundit. Një mikesh shumë e shtrenjtë e imja, e cila për rrethana të caktuar nuk ka mundur të shkollohet, të marrë shkollimin që ajo do, është martuar në një mosh fare të re, 16 vjeçare, dhe sot është nënë e 3 fëmijëve që janë mazhore. Por ama unë nuk kam dëgjuar një njeri të qoftë dhe të arsimuar, që të artikuloj me aq forcë, me aq dëshirë tek vajzat mbi rëndësinë që ka arsimi, sepse çfarë shikon ajo? Ajo shikon që në fakt vajzat e saj të mos vuajnë atë që ajo ka vuajtur brenda vetes duke mos pasur pavarësinë ekonomike. Që të thotë ajo do që vajzat e saj të jenë të pavarura, ndonse dhe ajo e kupton fare mirë mentalitetin shqiptar, që vajzat mund të jenë po pre dhe të jetojnë në këtë mentalitet, pra dhe në një shoqëri patriarkale siç është Shqipëria. Ajo e di që vajzat e saj nesër, mbase nuk do të jenë pjesë e ndarjes së pronës, që do të thotë nuk do të përfitojnë asgjë nga familja. Dhe ato do dalin jetë dhe le të kenë, thot një profesion, le të ketë, le të punojnë, le të fitojnë dhe të mos jenë të varura në çdo ditë dhe çdo sekondë të jetës, ashtu siç kam qenë unë, e varur qoftë edhe për një shërbim të vogël. Kështu që, por ama këto kërkesa nuk ja kam dëgjuar kur t'i artikuloj për djalin. Për djali ka të fituar, ka normë në shoqëri. E ka të fituar ai djali. Si e ka normë në shoqëri? Që do të thotë, ai e ka statusin në fund të ditës se nëse nuk bën asgjë, ai ka një status, ai është ajo. Djali ka këtë status, Katerina. Po nuk është vetëm pasoria, nuk ka patundshme që ta siguroni studentëve. Jo, s'është pasoria, jo, një minutë. Ja ta them unë. Djali kur është në vazhdim të Rasheles, kur ti ke një djali një vajzë në shtëpi, kur djali është i madh, ti i thua çau se ai është më i madh. Kur ai është më i vogël, i thot çau se je sa një lop shërbej atit i voglit. I bën një kompliment vajzës. I këput një, edhe djali ti thua. Dolen të dy në jetë nesër, ti do marrësh dikë në punë, vajza e formuar dhe një djali pa formuar. Unë ka babaj në mrapa. Atë e dhashun. Vajza quhet një gjë që e dhash. Agita, se tarti nuk është i vira parë për gjigja e kësaj. Ky është problem tjetër social. Njëna gjërat që vajzat, po shikosh, dil me kujdes dhe shko pyet vajzat që janë, po themi, në Saran, në Pogrades, dhe i thua, dilë dhe thua e tyre që venë në shkollë, do këthesh prap? Jo, thot ajo, se nuk e do matë ambjendim bytës. Sigurisht, absolutisht. Ajo do në Tiranë. Dhe ajo e di shumë mirë startin në cilën ka nisur. Ajo, po të vi këtu, dhe ti, pavarësisht se studente e miq, çfarë të t'i shohin kur të vinë në Gramzën e Saran? I ka ndryshuar flokët? Po i ka ndryshuar flokët, për siguri ka zënë një të dashur. Ajo kishte flokët ndryshe. Nuk është kaq. Nuk është kaq. Nuk është kaq. Jo, profesori po e shndërron fenomenin që ekziston në një mund mos jetë në formë kaq po them. Keni zbritur ndonjë në teren? Sigurisht. Sa po tregova një histori që vjen nga një komunikim përditshëm. Për këtë arsye Ore të bëj një pyetje, po të shkosh në një vend dhe ti thua që unë po largohem dhe po ikin në një vend ku e kam siguruar punën, kam shtëpinë dhe kam një 300 ditë me diell, një uaj të shef si ufa, thot se ikën. Çdo bështi, ikën nga Saranda, shko në Suedi. Po sepse nuk të ofron vendi. Po pikërisht pa këtë po të regoj. Se ti po të vesh atje, ti s'të ofron asnjë gjë terreni. Lera i 30% që ti je antar i Këshillit Bashkiak. Ajo s'është ai problemi. Jemi dhe ne vetë që nuk kërkojmë më shumë. Shiko, qa problematika e vajzave dhe grave që arsimohen. Në fundit shpirti sipërmarrjes që ka, që ti dali për zot vetes. Profe, studimet tregojnë, thash, në frymën e zhvillimeve sociologjike, politike dhe ekonomike që janë bërë në mbar botën,
trendi në rritje që vajzat edukohen më shumë, vajzat dhe gratë arsimohen dhe t'jem pjesë e ekonomisë kapitaliste, nuk është vetëm në Shqipëri, është një trend që ka përqafuar gjithë bota. Megjithatë, të dhënat në Bashkimin Evropian, në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në vendet të tjera, tregojnë në zhvillim ose të zhvilluara, tregojnë që ajo dasia ekziston, pra gratë asnjëherë nuk, ose si themi është ai tavani i qelë që nuk i lejon të depërtojnë në leadership, ka një ndarje në terma të pagës që marrin, pavarësisht duket sikur është zgjidhur sërish ka diferenca midis pagesës së burrave dhe gratë. Jo në këto gratë. nivele si në Shqipëri. Jo si në Shqipëri, patjetër, dhe ajo që është më e rëndësishme është atë që quajmë gender segregation, që do të thotë prirën vajzat të ndjekin një profil dhe djem një profil të caktuar, pavarësisht se ka trende ndryshuese. Ka ndryshim, ka Dhe thelbi i gjithçka që po ne po diskutojmë, dhe ajo që vjet re thash nga debate dhe diskuret mikro të terreneve tona deri tek diskuret dhe narrativat më të avancuara në nivel makro, ky kleshi midis gruas në karrierë dhe gruas në familje, pengesave kulturore, burri dhe djali që i kanë disa gjëra gati dhe vajza të cilat, si thashë Rashela, nuk vinë në të njëjtin start, janë debate që rrihen në të gjitha terrenet në varësi të ngjyrimeve që marrin. Atëherë gjithë kjo na bën të kuptojmë në sajtë asaj ftese që ti na bëra Agit, është që shifrat janë një lexim i shpejtë. Tani jemi në fazën që duhet të përparojmë me të kuptuarit e motiveve që të qëndrojmë pas tyre shifrave në mënyrë që të mos paragjykojmë vajzat që vinë nga rrethinat edhe unë nga rrethinat. Nuk e kuptoj, një sipërmarrës privat. Është pozitive që ato sepse një grua vjet në vështirësi gjithsesi për shkak të lejes lindjes, fëmia që do smuret, fëmia që do nga shkolla, dhe këto janë të gjitha çështjet të cilat duhen adresuar. Sa më shpejt zgjidhen këto, sepse ne kemi një shkollë, ne kemi një sistem arsimor i cili nuk e ka fuqizuar që në fillim fëmijën. Dhe ti pre tani që kur ma çon mua profesorit dhe profesoreshës, 18 vjeç se më fali, dëgjoj shpesh që thonë, ore ti pse i bie arsimi pranostar? Shikoni ju universitet dhe çfarë bëni? Po pse ma sjell 18 vjeç dhe do ta korrektoj unë? Unë do t'jap vetë besim ati. Profesor, po ne japim ata mësuesit. Unë do t'i motivoj, po sigurisht. Dhe pavarësisht gazetarët, dhe gjitha ishtë një cikël, dhe ti në atë cikël, ti vete e qonë në kopës dhe i thua, shiko, atje do gje shok, shoqe që do luaj. Atje ti gjen njërës që ullrasin, edhe smeret njëri me ta. Ti e qonë në shkollë edhe i thua, prit një qikë se s'ka nartë libra. Prit një 2 javë se do vinë libra. Atje, sa të mësosh. Ti e qonë dhe shkolla jonë nuk mëson, ju thash dhe njerë. Ne nuk kemi pyti të rinë. I thuaj, si hapet një biznes dhe çfarë do bësh? 18 vjeç, shko 18 vjeç, bëni një sondash. I thuaj, ke 10.000 euro. Kjo është mungesë dëshire e tyre për të mësuar më shumë. Ka programe për sipërmarrjen tani. Katerin, sipërmarrjen ti nuk e mëson fare. Profesor, po të ishte kështu, kaq, do të thënë, gjithë problemi të qëndronte te arsimi nga çerdhja deri te shkolla mesme, viti 3, i bie që nuk do kishte as ekselent në fund të ditës edhe të përgatitur për universitet, do ishin të gjithë. Varet se këtë quhen ekselent, se pastaj ekselentët tanë po pse ka një diskutim shumë janë të shkëlqyer, janë të shkëlqyer dhe në qoftë se neve vazhdojmë akoma me idem që shkojnë lipi im në Itali dhe italianë thanë, pa, si ky s'kemi parë, do me thënë, ne vajtëm dhe iluminuam italianë. Profesor, ju nuk keni student të mirë, edhe njerë, Katerin. A nuk nxirrni student të mirë, profesor? Po, problemi është... Një minut. Problemi është që, e tha dhe profesori, ti qonë po themi 30.000 veta në arsimin 9 vjeçar. E dini u sa ka dojnë arsimin në 9 vjeçar në të mesim që atje? A e dini shifrën? 8% ngele rrugës, po ata 8% që themi ne mos e 8%. Jo, ata 8% janë 2.400 veta që të ngelen ti me 9 vjeçare dhe presin të marrin varkën e të ikin. 2.400 veta që s'kan asnjë profesion. Hapni shifrat. Unë po flas me shifra. A duat jem unë entuziast? Pa tjetër që duat jem entuziast. Realiteti nuk të lë. Realiteti nuk të lë, për arsye se ne kemi disa profesione që po na humbasin totalisht.
Vetëm 1 minutë publicitet, kthehemi për ta mbyllur. Në fund, totalisht në fund të programit, në 4 minutat e fundit, megjithatë u diskutua sot për shifrat të cilat tregojnë se vajzat janë më të arsimuara në numër se sa djemt. Dhe thuhet se në fakt edhe një nga faktorët që ndikon është emigrimi. Djemt emigrojnë më shumë se sa vajzat dhe natyrisht bie numri i tyre në universitete. Nga ana tjetër e gjithë kjo, nëse vazhdon të jetë një trend në rritje, dalim ndoshta në një të ardhme ku djemt nuk do jenë më kaq të kualifikuar, të arsimuar, mungesa e arsimimit ka pasojat e veta nga ana tjetër. Duke nisur që nga formimi si një qytetar i denj i këtij vendi, pastaj edhe për profesionin që ai do të zgjedh, ndoshta dalim në role drejtuese të grave dhe do ketë një drejtim më të mirë cilësor nga gratë. Si parashikon pak a shumë Rashela këtë si është pak imagjinat, po them të drejtën. Gratë dhe veçanërisht vajzat edhe gratë shqiptare nuk janë mësuar t'i dhurojë gjë dhe kjo e formuluar kështu më duket sikur ikën këta, pa jeni ju tani dhe bëuni ju. Ajo që unë besoj vërtet, së pari unë besoj tek individi. Pastaj sigurisht që në shoqërinë futemi në rol ligjinore dhe kjo është e pashmangshme. Por unë besoj edhe nga biseda që kam, edhe kryesisht me studentët e gazetarisë, të cilat e kuptoj që vinë aty jo si një zgjedhje e rastishme, po si një zgjedhje që pavarësisht familjeve të thjeshta, të cilat janë përpjekur me çdo sakrificë dhe e bëjmë këtë sakrificë për t'i çuar në një vend si Tirana, një qytet i cili ka sigurisht vështirësitë e veta, ato ruajnë një fije të pasionit. Atyre ju zllon diçka në sy, gjë të cilën në degët e tjera mbase nuk e gjen ai shumë. Pse e them këtë? Sepse ka një lloj tendence sot të shkohet drejt degëve, siç është dhe mësuesia, që duhet ta kesh një xhiz në sy edhe një grimz brenda vetes. Është një element human, janë ato faktorët e padukshëm që përmenda pak më parë. Dhe në tendencën që ka sot për të shkuar drejt degëve, të cilat patjetër, njeriu kërkon një të ardhme të sigurt dhe perceptohen si degë të sigurta që sjellin edhe të ardhura. Unë sërish qëndroj, pra jam nga njerëzit qëndrëstar të pasionit. Dhe mendoj që pasioni do duhet i udhëheq dhe gratë shqiptare, pavarësisht vështirësive, kanë treguar që e ruajnë këtë pasion dhe që mundet të kthejnë këtë në forcë për të luftuar edhe ca faktorë të dukshëm edhe të padukshëm në shoqërinë dhe mentalitetin shqiptar. Xhafer, çfarë doni të shtonit? Të them të drejtën nga përvoja ime dhe unë jam këshillues karrierë dhe punoj me të rinjt, edhe ata që janë në shkollën e mesme dhe zgjedhur universitetin. Janë krejt të paqartë. Mund të jetë gazetaria ose ndonjë gjë specifike tjetër, po përgjithsisht 3 në 5 janë të paqartë, nuk din ku të shkojnë, nuk mungon drejtimi. Si e elaborojnë mendimin sa i përket kësaj? Jam i paqartë sepse janë të paqartë sepse ju ka munguar orientimi. Si ka munguar? Që në vitin e parë të pak në gjimnas, nga orientuesi karrierës, nga këshilluesi karrierës, se duhet të jetë pjesë e çdo institucioni publik dhe privat. Dhe duke munguar ky shërbim, ata nuk din ku drejtohen dhe bëjnë zgjedhje të nxituara, dhe ka shumë të rinj që pastaj që humbin vitet të tëra për shkak të këtyre zgjedhjeve, s'japin dot maksimumin. Edhe nëse përfundojnë studimet, se vajzat, siç e tha profesoresha, tentojnë të përfundojnë studimet, nuk japin më të mirën pastaj në punën ku janë. Kjo i frustron dhe kjo e frustron të shoqërinë madje. Dhe kjo përkthehet edhe në humbje të mëdha ekonomike. Dhe unë mendoj se pikërisht në këtë pikë jemi si shoqëri, jemi të frustruar se s'dim ku jemi, çfarë bëjmë. S'dim ku jemi, përpiqemi të ndihmojmë njëri tjetrin, por kjo është ndim minimale. Kjo është një gjë që duhet bërë mes politikave të caktuara publike, duhet nxitur nga po themi, nga politikbërësit. Kështu që kjo situatë meriton goxha vëmendje dhe unë mendoj që pra ju mendoni se pika kritike është periudha e gjimnazit, atëherë kur duhet punuar për orientim. Patjetër. Sakt për në përvojën botërore, jo. Slovenia, po ma Sloveni, që është një vend sa më herët më mirë, profesor, sa më herët më mirë. Në klasë të 6 dhe në klasë të 7 fillojnë orientimi dhe i thoshin, ti je për këtë, ti je për atë. Dhe përcaktoj orientimi profesional, pastaj ka politika, po është e gjatë, jemi në fund dhe nuk që ti jo të detyrojnë, po të orientojnë drejt një studimi tregu ku ti do jesh i suksesshëm dhe atje dhe këtu.
Kateri, sot të bëjmë një lajm shumë të mirë, që vajzat duan t'ja dalin ban. Kështu që le të fillojmë me të dhe punojmë sa më pas. Këtë unë mendoj se duhet ja japim Duart Trogirit shumë të fortë. Vajzat që janë në polici, në ushtri, tregojnë gjithmonë që ka një trend shumë pozitiv. Por që si do ta fuqizojnë, kjo ngelet pyetja më e madhe. Faleminderit që na ndoqët. Faleminderit, takohemi nesër.